Përshëndetje miq të RTS Korça, ja ku takohemi sërish në emisionin Çfarë duhet të dini, si çdo të martë në ekranin e RTS Korça për trajtuar tema nga më të ndryshmet, të cilat ju mezi i prisni të dëgjoni dhe të merrni përgjigjet e duhura. Sot së bashku me mua në studio është si gjithmonë edhe bashkautori dhe bashkmoderatori i këtij emisioni është zoti Riza Hashimi, specialisti i përfitimeve në drejtorinë rajonale të sigurimeve shoqërore, por që kësaj here do të jetë edhe i ftuari im në emisionin Çfarë duhet dini. Përshëndetje Riza. Përshëndetje Eftiola. Kënaqësi që jemi sërish bashkë sot për trajtuar në fakt një tjetër temë, po kaq interesante, po kaq edhe të nevojshme dhe të domosdoshme për gjithë ata që janë duke na ndjekur për të marrë informacionet e duhur, sepse do të flasim për një ligj të ri dhe më konkretisht do të flasim për njohjen e vjetërsisë në punë për efekt pensioni. Po çfarë mund të themi fillimisht për ndryshimin e ligj, për këtë ligj që është miratuar së fundmi, për t'ju dhënë informacionin të gjithë atyre që janë duke na ndjekur dhe më pas për trajtuar të gjitha tematikat dhe në çështjet që lidhen me të. Po Eftiola, ne do të rikthehemi përsëri në temat e sigurimeve shoqërore. Është një fushë e gjerë, sigurimet shoqërore tashmë kanë risi, duke filluar nga viti i kaluar ne patëm edhe ndryshime edhe në indeksimin e pensioneve, por edhe në indeksimin e koeficienteve për shkak të llogaritjes së masës fillestare të pensionit, patëm bonusin të miratuar dhe tashmë të shpërndar nga qendrat paguese, patëm dhe një bonus të pranverës të muajit mars të këtij viti dhe unë dua të ndalem para se të kalojmë në temën e emisionit pak në bonusin e dhjetorit dhe bonusin e marsit. Tashmë ka filluar shpërndarja e bonusit të pranverës të muajit mars të gjitha kategoritë e pensioneve të cilët kanë një mas pensioni më të lartë se 20.000 lekë, përfitojnë 5.000 lekë bonus në muajin mars dhe gjithë ata të cilët kanë një masë pensioni më të ulët se 20.000 lekë përfitojnë një bonus prej 10.000 lekë. Bonusi i muajit mars. Gjithashtu dhe kategoritë të caktuara siç janë pensionet e invaliditetit apo pensionet familjare përfitojnë një bonus prej 10.000 lekë pavarësisht nga masa e pensionit më shumë ose më pak se 20.000 lekë. Por duhet të njohë qytetarët që bonusin për ata të cilët nuk e treshin dot gjatë periudhës muajit mars me kësin mujor të muajit mars. Nëse masa e pensionit apo kësi mujor i pensionit trishet deri në 3 vjet, deri në 36 muaj, bonusi nuk mund të trishet më vonë se muaji shtator i këtij viti. Që thotë duke filluar nga muaji tetor, ata të cilët nuk kanë patur mundësi ta treqin bonusin e muajit mars nuk do ta treqin më pas, ose edhe bonusin e muajit dhjetor, nëse nuk e treqin ose nuk munden ta treqin deri në qershor të vitit 2025, normalisht ajo fshihet dhe nuk mundet të rishet më e humbasin në të gjitha ata qytetar. Ka vlefshmërinë 6 muaj themi. Duke marrë parasysh që një pjesë e pensionistëve mund të jenë jashtë vendit, ndodh që janë me fëmijët e tyre, pra dhe bëjnë këtë tërheqjen e grumbulluar të masës së pensionit të tyre. Por nuk ndodh kështu me bonuset, qoftë me atë të fund vitit apo kësaj here me ndryshimin që ka bërë qeveria me dhënien e një bonusi shtesë që është përcaktuar dhe emërtuar si bonus i pranverës. Kështu që të gjithë ata që janë duke na ndjekur përpiqen që të mos e humbasin këtë përfitim që kanë marrë gjatë këtij viti me këto 2 bonuse, por të paraqiten për pranë sporteleve të postës apo nëpërmjet llogarive të tyre bankare, por kur jemi me bank, besoj ato kalojnë dhe nuk ka asnjë lloj problemi. Nëse një qytetar si qendër paguese ka bankën, të nivelit, një nga bankat e nivelit të dytë, normalisht ajo është gjeneruar dhe është pasqyruar tash në llogarinë bankare të pensionistit, por edhe banka ka rregullat e veta, një në 6 muaj qytetari duhet të paraqitet po, dhe të firmos, dhe të firmos deklaratën, që do të thotë edhe bonusi muaj dhjetor, 6 muaj bie që qytetarin gjatë kësaj periudhe do jeti detyruar të paraqitet në bankë, ndryshe edhe kjo pjesë do të humbasë. Gjithashtu dua të them edhe diçka tjetër, bëhet fjalë për gjitha pensionet të cilat nuk janë caktuar deri sot, por kanë një datë lindjes së drejtë deri 28 shkurt të vitit 2025. Në momentin që pensioni do të caktohet, pavarësisht se ka yrë data 1 mars dhe ka filluar shpërndarja e bonusit, pensionistët do ta marrin dhe do ta përfitojnë bonusin prej 5.000 lekë ose 10.000 lekë në bazë
masës së pensionit dhe edhe kjo do ketë një efekt deri në muaj shtator të vitit 2025. Mirë, informacioni vlefshëm ky për gjithë ata që janë duke na ndikur, megjithëse ndoshta janë mësuar edhe pensionistët me tërheqjen e bonuseve, por duke qenë se kësaj here kishim një risi me bonusin e pranverës, është mirë që ta jepnim këtë informacion për gjithë ata që janë duke na ndikur. Ne i rikthehemi temës që kemi përzgjedhur për trajtuar sot me ligjin e ri për njohjen e vjetërsisë në punë për efekt pensioni. Çfarë mund të themi për këtë ligj të ri, çfarë përmban ai për qenë i qartë për gjithë teleshikuesit? Po, tashmë është miratuar dhe ka hyrë në fuqi ligji për njohjen e vjetërsisë në punë për ish ndërmarrjet shtetërore, për institucionet, për ish kooperativat bujqësore, për ish ndërmarrjet bujqësore, për periudhën nga mosha 18 vjeç deri në 1 tetor të vitit 1993, është data kur ka hyrë në fuqi ligji numër 7703 datë 11/5/1993 për sigurimin shoqëror në Republikën e Shqipërisë. Duhet të theksojmë se ky ligj ka pikërisht qëllim që qytetarët të kenë mundësi të njohin vitet e punës të periudhës nga mosha 18 vjeç deri në 1 tetor të vitit 93 për dhe të mos sërollaten, të mos shkojnë në ankimimet administrative, po them në Komisioni Rajonal të Ankimimit apo në Komisionin Qendror të Ankimimit apo dhe në gjykata për njohjen e vjetërsisë në punë për shkak të mungesës së dokumentacionit. E drejtë. Kuptohet që gjithë kjo periudhë ka patur një kosto shumë të lartë për qytetarët, po edhe një kosto emocionale, sepse ka patur vonesa të theksuara në njohjen e vjetërsisë në punë duke qenë e mundur që të drejtohen në rruga administrative apo dhe në gjyq për njohjen e vjetërsisë në punë. Në fakt ka patur problematika prej vitesh, ankesa, dyerve të gjykatave që kanë qëndruar pensionistët të mendosh kostot që kanë këto procese gjyqësore apo qoftë edhe shpenzimi i kohës me reformën e re gjyqësore, gjërat u vështirësuan akoma më shumë sepse një pensionisti themi duhet të udhtonte për të shkuar në një gjykat tjetër për ndjekur proceset. Kështu që më vjen mirë që është bërë një ndryshim i tillë, madje është përfolur vitet e fundit shpeshherë që do të ketë risi, do të ketë njohje të vjetërsisë në punë në procedura më të lehtësuar dhe më në fund erdhi lajmi mirë. Ka kosto financiare, po ka dhe kosto emocionale. Emocionale, patjetër. Qytetarët normalisht deri në momentin që përfundonin procesin gjyqësor, ishte jo vetëm një kohë gjatë, jo vetëm me një kosto financiare, por edhe kosto emocionale ka të bëjë shumë pikërisht me atë përfitim që kërkonin me të drejtë qytetarët. Duke patur parasysh që dokumentacioni i vjetërsisë në punë në strukturat e sigurimeve shoqërore është jo i plot, po dhe ka mungesa në regjistrat themeltar, ka mungesa në borderot, në listë pagesat, ka mungesa në llogarinë 28 për gjitha institucionet shtetërore apo ndërmarrjet shtetërore, në ish ndërmarrjet bujqësore, ish kooperativa bujqësore, po ka dhe problematika brenda regjistrave themeltar, po them gabime në gjeneralitetet, ka korrigjime nga pakujdesia, po them, apo dhe nga koha e gjatë e periudhave të vjetërsisë në punë, ka ndryshime nga më të ndryshmet që strukturat e sigurimeve shoqërore në bazë të ligjit deri tani nuk mund të njihnin vjetërsisë në punë një qytetar i cili vërtet kishte punuar, kishte dhënë djersën e vetë dhe priste që të përfitonte një pension pleqëri apo një pension invaliditeti në bazë të periudhave të vjetërsisë që ai vërtet kishte punuar në kohën nga mosha 18 vjeç deri në 1 tetor të vitit 1993. Normalisht ligji i asaj kohe detyronte që ose ishte e mundur që qytetari në ish kooperativa bujqësore të punonte që nga mosha 14 vjeç dhe në vazhdim, kur kuptohet kur nuk ndiqte arsimin e mesëm apo dhe arsimin e lartë, apo në ish ndërmarrje shtetërore nga mosha 15 vjeç më pas dhe për ish punë e kategorisë së parë siç janë në minierat, në nën tokë nga mosha 16 vjeç e mbrapa. Ky ligj ka parashikuar që të njëjtë vjetësi punë nga mosha 18 vjeç dhe lart dhe gjithsesi cili do pyes po mirë çfarë ndodh me periudhën nga mosha 14 vjeç në ish kooperativa bujqësore deri në moshën 18 vjeç apo për ish ndërmarrje shtetërore nga mosha 15 deri në moshën 18 vjeç. Ligji parashikon që qytetari ka të drejtë të zgjedhë atë që
ka përfitim më të favorshëm. Nëse ky ligj për të është më i favorshëm, normalisht do zgjedh njërin e dësisë në punë sipas këtij ligji me një deklaratë, do ta shpjegojmë pak më vonë se çfarë do me një rrugë më të shkurtuar, themi dhe më të thjeshtuar. Por kjo nuk do të thotë që ati ti mohohen, jo vetëm periudhat nga mosha 14 vjeç deri në moshën 18 vjeç, por dhe njohja e vidësisë në punë me ligje të veçanta. Unë po them shërbimi detyrueshëm ushtarak. Nuk do t'i mohohet asnjë qytetari për periudhën e vidësisë në punë si ushtar ose gjatë kohës që ka kryer shërbimin e detyrueshëm aktiv. Nuk do t'i mohohet asnjë zonje njohja e vidësisë në punë për periudhën e kryerjes së arsimit të lartë, që për gratë njihet deri në vitin 2032 si vidësi pune deri në 6 vjet. Nuk do t'i mohohet asnjë qytetari një vjetësi në punë për një punë të kategorisë parë, po them siç është minatori në tokë, që ka një bazë të vlerësueshme më të lartë, ka një pagë referuese më të lartë dhe normalisht që interesi i tij është që jo të njohë vidësinë e punë me këtë ligj, po të njohë vidësinë e punë si minator në tokë, si punë e kategorisë së parë, që do ketë një përfitim më të lartë. Nuk do të njihet një qytetar i periudha, po them, që ka vuajtur dënimin në politik, që ka qenë i burgosur apo i internuar politik, e cila dhe ajo ka një bazë të vlerësueshme më të lartë, ka një pagë referuese më të lartë dhe normalisht interesi i qytetarit është që të njohë vidësinë e punës sipas periudhës që ka qenë i internuar dhe jo sipas deklaratës me ligjin e ri. Dhe po të vazhdojmë pafundësisht, ka periudha të cilët qytetarët kanë të drejtë dhe nuk i mohohet absolutisht asnjë drejtë e tyre për që të zgjedhin midis periudhave sipas të ligjit dhe periudhave me legislacionin në fuqi, se si njehen ato sot. Ka veçanti të tjera zbatimi këtij ligjit. Kryesisht ligji përcakton moshën 18 vjeç për shkak se gjatë periudhës nga mosha 14 deri në moshën 18 vjeç pjesa më e madhe e qytetarëve kanë qenë në arsim të mesëm. Dhe normalisht nuk mund të njihet si periudhë vidësie në punë periudha që kanë qenë në shkollë të mesme. Kuptohet që jo të gjithë kanë qenë në shkollë të mesme, kanë qenë me 8 vjeçare, një pjesë, por ky ligj nuk i mohon atë që shpjegova dhe më lart, që të njihet periudha e vidësisë në punë nga mosha 14 deri në moshën 18 vjeç. Qëllimi i këtij ligji është që qytetarët për mungesë të dokumentacionit që kanë sot strukturat e sigurimeve shoqërore, kryesisht dhe gjatë trazirave të vitit 1997, por edhe për shkak të kohës së gjatë dhe të dëmtimit të dokumentacionit, po them ka regjistra themeltar me faqe të munguara, ka regjistra themeltar me në atë kohë regjistrat ishin dhe me shkrimdore dhe koha ka bërë të vetën që janë të palexueshme, gjeneralitetet apo periudhat e sigurimit, po ka dhe mungesa të lispagesave, ka mungesa të llogarisë 28 dhe ka dhe fenomene siç e shpjegova që ka ndryshime të gjeneraliteteve. E drejtë. Ju i keni hasur besoj këto gjatë gjithë viteve tuaja të punës. Të gjitha këto raste që ju përmendët gjatë viteve. Ka patur një përplasje keni hasur këto lloj problematikësh. Qytetarët dhe strukturave të sigurimit shoqërore se bazuar në ligjin aktual, ne nuk ja njohim vidësinë e punës kur ka mungesë dokumentacionit, regjistra apo lispagesa, qytetari i cili me të drejtë ka pretenduar që ka punuar në atë periudhë në një ndërmarrje shtetërore apo në një ish kooperative bujqësore, më pas ka vazhduar pafundësisht me rrugën administrative fillimisht, Komisionin Rajonal të Ankimimit, Komisionin Qendror të Ankimimit dhe më pas janë drejtuar gjykatës që prirtës së vërtetës pjesa më e madhe, vetëm më pak se 1% e atyre qytetarëve, çështjeve në gjykatë janë fituar nga strukturat e sigurimit shoqërore. Do mbi 99% janë fituar nga qytetarët. Po sepse është mungesa e dokumentacionit që është shumë vështirë që të nuk ka patur asnjë dokumentacion që strukturat e sigurimit shoqërore të vënë përballë gjykatës që ky qytetar nuk ka punuar. Është e vështirë të provohet ajo që pretendohet, pavarësisht se mund të kenë shumë të drejtë qytetarët. Kështu që detyrimisht qytetarët kanë shkuar në gjykat
në gjykatë vërtet e kanë përfituar atë një evidësi në punë apo vërtetim fakti apo vërtetim pa vërtetësi shënimesh kur bëhet fjalë për ndryshimet e gjeneraliteteve, por gjithsesi përveç kostës financiare, kostës emocionale, tashmë me këtë ligj do evitohen të gjitha këto përplasje midis qytetarit dhe strukturave të sigurimeve shoqërore. E shpjeguam mirë në fakt se cili është qëllimi i këtij ligji, po nëse ndalemi tek subjektet përfituese, do të përfitojnë të gjithë ata që kanë punuar, po themi nga 93-shi e përpara. E shpjeguam besoj. Po të gjithë që do njihen si vjetësi në punë, gjithë periudha nga mosha 18 vjeç deri në 1 tetor të vitit 1993, po jo për të gjitha rastet do të njihen deri në 1 tetor të vitit 93. Nëse bëhet fjalë për deklaratën e qytetarit i cili pretendon dhe do deklaroj që ka punuar në ndërmarrje shtetërore, normalisht ajo do njihet nga mosha 18 vjeç deri në 1 tetor të vitit 1993 dhe për efekt të llogaritjes së masës fillestare të pensionit do jetë paga referuese 3288 që përkon me specialistin e mesëm në ndërmarrje shtetërore sipas vendimit të Këshillit të Ministrave numër 561 të vitit 2005. Nëse sot për efekt të llogaritjes së masës fillestare të pensionit janë të ndara punët e ndryshme që kanë kryer qytetarët në atë kohë, po them duke filluar që nga 2795 që është një mekanik apo një elektricist dhe duke vazhduar deri në një kuadër i lartë 4192, 4110, por në rastin e miratimit dhe hyrjes në fuqi të këtij ligji, qytetari do deklarojë që ka punuar në ndërmarrjen X, nuk ka rëndësi se në çfarë profesioni ka punuar mekanik, ka punuar në ndërtim, ka punuar roje, ka punuar në punë të ndryshme të ish ndërmarrjeve shtetërore, në të gjitha rastet paga referuese do jetë 3288 lekë si specialist i mesëm në këto ndërmarrje, edhe për shkak se në atë kohë, pavarësisht se një punonjës ka filluar në punën mekanik, elektrik, punëtor ndërtimi në kategori më të ulët, por gjatë karrierës së vet ka filluar dhe kanë marrë atë kategoritë dhe paga nuk ka qenë një lloj e një punëtori rishtas me një punëtor të kualifikuar dhe është menduar që të merret një pagë më e lartë referuese dhe kjo vetëm për efekt të kësaj kemi një rritje të masës së pensionit prej 5%. 5 dhe 90%. Pikërisht për efekt të pagës referuese mbi të cilën do të llogaritet masa fillestare e pensionit. Dhe në këtë rast për ish ndërmarrjet shtetërore mjafton që qytetari se kjo është risi dhe favori që jep ligji, qytetari nuk do sjell më asnjë dokumentacion si sot që duhet të aprovoj këtë me libres pune, duhet të aprovoj me regjistër themeltar, duhet të aprovoj më pas do shkoj në gjyq me dëshmimtare me radhë. Mjafton me një deklaratë dhe mjafton që gjatë gjithë periudhës që ai do deklarojë që kanë punuar në ndërmarrje shtetërore, nga mosha 18 vjeç deri në 1 tetor të vitit 1993, të sjell vetëm një dokument që mund të gjenerohet dhe nga strukturat e sigurimit shoqërore, qytetari s'ka pse po them të mundohet apo të srollatet si ta marr dhe ku ta marr këtë, për faktin që gjatë gjithë kësaj periudhe ka qenë me banim në qytet. Të provoj që gjatë periudhës që ai do deklarojë që kanë punuar në ndërmarrje shtetërore, kanë qenë me banim në qytet. Vetëm në këtë rast dhe më fal të mos ketë qenë i dënuar me heqje të lirisë gjatë periudhës që do deklaroj që edhe ky dokument do të merret ose nga qytetari ose nga strukturat e sigurimit shoqërore. Gjithë kjo periudhë më pas do të njihet si periudhë si pune në shtete me atë pagë referuese 3288 lekë. Por një qytetar i cili ka një diplomë ka përfunduar arsimin e lartë dhe normalisht nuk mund të kategorizohet si specialist i mesëm, po që nga dita e diplomimit deri në 1 tetor të vitit 1993 do të njihet vjetësi pune vetëm me deklaratë me pagën referuese 4110 lekë sipas VKM-s 561. Sepse dhe në punë ai ka patur një pozicion më të lartë. Patjetër ka patur një pozicion dhe një pagë. Ka patur një pagë më të lartë se një specialist i mesëm apo se edhe një punëtor i thjeshtë në punë të ndryshme. Por që nga dita e diplomimit deri në 1 tetor të vitit 1993 tashmë
kjo periudhë njihet edhe me ligjin aktual, si vite si pune, por për mungesë e theksoj të dokumentacionin në rastin e kuadrove, ata duhet të provonin përveç librezës së punës, regjistrit themeltar që në shumicën e rasteve, sidomos në periodat e fundit të prishjes së sistemit në the 1, në the 2, ka mangësi të theksuara për kuadrot, ka dhe mungesë të vendimeve të emërimit. Ka një vendim emërimi një kuadër i cili është emëruar pas përfundimit të studimeve të larta, por nuk ka një vendim nuk ka vendim emërimi gjatë gjithë karrierës së tij, sepse ai ka lëvizur nga një ndërmarrje në një ndërmarrje tjetër, nga një kooperativ në një është vetëm emërimi i parë, dhe me kryesore se nuk ka fundin, se kur qytetari nuk është më i punësuar si specialist i lartë në ndërmarrje shtetërore apo institucione shtetërore. Në këtë rast do deklaroj që unë kam qenë, kuptohet, duke vënë dispozicion diplomën, që nga dita e diplomimit deri në moshën 18 vjeç. Nuk është vetëm kjo kategori, bëhet fjalë për ish ndërmarrjet bujqësore. Dhe për këtë dua të theksoj sepse ligji vërtet ka hyrë në fuqi, por nuk është i zbatueshëm sot nga strukturat e sigurimit shoqëror, pikërisht për shkak se ligji parashikon në nenin 9 të saj që Këshilli i Ministrave duhet të miratoj brenda 3 muajve, dhe jemi në pritje që brenda këtij muaji të miratohet kjo listën e ndërmarrjeve bujqësore. Kur janë krijuar ndërmarrjet bujqësore dhe kur ato janë prishur që dihet me ligjin e 17 tetor të vitit 1992. Nëse do të marrim, po them, ish kooperativën bujqësore të Pojanit, dihet që në 1 tetor të vitit 1993, në Korçë dim, edhe nga përvoja po dhe nga dokumentacionin që administrojmë, është krijuar ndërmarrja bujqësore Plas. Dhe kjo ka vazhduar, kuptohet, deri në 17 tetor të vitit 1992, ditën kur ligji mbylli ish ndërmarrjet bujqësore. Por jo çdo ndërmarrje bujqësore është krijuar në tetor të vitit 1983, siç është ndërmarrja bujqësore Plas. Dikush është krijuar më herët, dikush më pas. Dhe pikërisht Këshilli i Ministrave do të përcaktojë një vendim të veçantë për datën e fillimit të ndërmarrjeve bujqësore, sepse do vi qytetari do deklarojë që kanë punuar në ndërmarrjen bujqësore X. Dhe do llogariten ato vite pune, vjetër si pune nga momenti që është krijuar, e drejtë. Normalisht do fillojë që nga momenti që është krijuar, jo nga mosha 18 vjeç. Nga mosha 18 vjeç deri në ditën e krijimit të ish ndërmarrjeve bujqësore, qytetari mund ta deklarojë dhe mund ta kërkojë për njohje si ish antari i kooperativës bujqësore, por me kusht edhe në rastin e ndërmarrjeve bujqësore, por edhe në rastin e ish kooperativës bujqësore, që qytetari të ketë qenë gjatë asaj periudhe me vendbanim në fshat. Dhe pikërisht në atë zonë ku ka shtrirë efektet, po them, ndërmarrje bujqësore. Ndërmarrja bujqësore Plas, po e marrim përsëri ndërmarrja bujqësore Plas si shembull, që ka shtrirë dhe në fshatra të tjera, jo vetëm në Plas, ka qenë në Pojan, ka qenë Orman Pojan, edhe kështu me radhë. Dhe këtu lind edhe pyetja, dhe këtë kemi asur edhe nga shumë qytetarë të cilët dinë, sepse tashmë është bërë publike, është bulltuar në fletore zyrtare, ka hyrë dhe në fuqi, që ka hyrë ligji në fuqi dhe kërkojnë që të deklarojnë dhe të përfitojnë nga ky ligj. Dhe pyesin, po mirë, ne përveç ndërmarrjes bujqësore kemi përfituar pagesë pa punësie. Sepse në momentin që janë mbyllur ish ndërmarrjet bujqësore, të gjitha punojësit që deri në atë kohë kanë punuar në atë ndërmarrje bujqësore, kanë përfituar deri më 31 muaj të vitit 1993, kanë përfituar një pagesë pa punësie ose asistencë siç njihej në atë kohë. Kjo nuk do t'ju mohohet këtyre qytetarëve. Ata do deklarojnë që kemi qenë antar apo punojës të ish ndërmarrjeve bujqësore. Dhe më pas llogaritet edhe pjesa e asistencës. Më pas do deklarojnë, si veprohet edhe sot, që pas mbylljes së ish ndërmarrjeve bujqësore ne kemi përfituar një pagesë pa punësie. Dhe që ta përfundoj këtë pjesë, në rastin e ish ndërmarrjeve bujqësore do kemi një pagë referuese 2833 lekë, sipas VKM 561 të 2005, dhe për rastin e ish kooperativave bujqësore do kemi një pagë referuese 1619 lekë, gjithmonë sipas VKM 561 të vitit 2005.
E kuptoj, pak a shumë i trajtuam gjitha dhe institucionet shtetërore, ish ndërmarrjet shtetërore, ndërmarrjet bujqësore apo ish kooperativat bujqësore. Kështu që të shpresojmë që ju kemi dhënë një informacion sa më të bollshëm gjithë atyre që janë duke na ndjekur përmes ekranit të RTS Korça në emisionin Çfarë duhet të dini. Do të shkëputemi për pak spote publicitare dhe rikthehemi sërish me të tjera informacione. Jemi rikthyer sërish në emisionin Çfarë duhet të dini në ekranin e RTS Korça dhe së bashku me Riza Hashimin si specialist i përfitimeve në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Korçë. Sot po trajtojmë temën njohjen e vjetërsisë në punë për efekt pensioni duke u bazuar tek ligji i ri që ka hyrë në fuqi në 17 mars të këtij viti. Në fakt folëm gjatë për qëllimin e këtij ligji apo për periudhat e punësimit edhe për zbatimin e këtij ligji, ndërkohë që do të ndalemi tani tek e drejta për përfitim më të favorshëm. Çfarë mund të themi në lidhje me këtë ligj të sapo hyrë në fuqi? E thamë edhe më herët që asnjë ligj apo akt ligjor nuk është fuqizuar me miratimin dhe hyrjes në fuqi të këtij ligji. Legjislacioni në fuqi do të vazhdojë të zbatohet edhe në të ardhmen, edhe pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. Nëse një qytetar mendon se pensioni është më i favorshëm në kushtet e ligjit të më parshëm, që do thotë, po them, ka një vjetësi pune nga mosha 14 vjeç, sepse ky ligj e thamë që një periudha pas moshës 18 vjeç, apo nëse një qytetar ka pas punuar në atë kohë në punë të kategorisë së parë, siç janë minera në tokë, normalisht është më i favorizuar nëse deklaron periudhat të cilat ka qenë i punësuar në këto punë të kategorisë së parë që kanë një pagë referuese më të favorshme dhe kanë një masë fillestare të pensionit më të favorshme për qytetarin. Të gjitha këto rastet qytetari nuk e pengon miratimin. Ky ligji do të vijë, do të ndjek procedurat normale siç ndiqen edhe sot. Gjithashtu, nëse një qytetar do të vënë në zbatim ligjin e ri, që do vijë të bëjë një deklaratë ku të deklarojë periudhat e punësimit dhe më pas mendon, ligji përcakton, ligji 7703, qytetari kërkon përfitim sa herë që ai mendon se i takon. Normalisht mendon që i takon më i favorshëm një përfitim, pension pleqie apo pension invaliditeti apo pension familjar, detyrimisht do të ribëj një kërkesë për rishqyrtim, gjithmonë në portali Albania dhe do të kërkojë pension të llogaritet pensioni më i favorshëm. Dhe nëse pensioni me ligjin aktual është më i favorshëm se sa pensioni me ligjin e ri, detyrimisht strukturat e sigurimit shoqërore janë të detyruar që të rrëzojnë pensionin e lidhur me ligjin e ri dhe të rishikojnë të rilogarisin pensionin më të favorshëm që në rastin e kërkesës për rishqyrtim është pensioni me legjislacionin në fuqi. Pra, nëse jam e qartë, edhe një person që tashmë është duke përfituar pensionin e tij sipas llogaritjeve të mëparshme, themi. E ka përfituar X mas pensioni. Me miratimin e këtij ligji, nëse mendon se mund të përfitojë më tepër nga çka merr masën e pensionit, mund të bëjë rishikim të pensionit të tij. Këtë dua ta theksoj sepse është parashikuar dhe në ligj dhe është shumë e rëndësishme për qytetarët. Është bërë një debat në fakt në komisionet parlamentare para se të miratohej ky ligj, se çfarë ndodh me pensionet e caktuara sot. Pensionet e caktuara dhe në kohën që janë caktuar këto pensione nuk janë njohur periudhat e vjetësisë në punë, në ish ndërmarrje shtetërore apo ish kooperativa bujqësore dhe qytetarët ose janë drejtuar Komisionit Rajonal të Ankimimit, Komisionit Qendror të Ankimimit, gjykatave, ose e kanë lënë në kuptimin që janë të lodhur dhe nuk po vazhdojnë me kërkimet më për ato periudha vjetësie në punë të cilat nuk janë njohur për shkak të mungesës dokumentacionit apo për shkak të gabimeve që ka dokumentacioni që administrohet në strukturat e sigurimit shoqëror. Ligji parashikon që këto lloj kategori pensionesh do të rishqyrtohen nëse deri në datën e hyrjes në fuqi të ligjit, që është 17 marsi i vitit 2025, janë në proces ankimimi administrativ, po them, qytetari është ankimuar sipas nenit 86 në Komisionin Rajonal të Ankimimit, janë ankimuar sipas nenit 862 në Komisionin Qendror të Ankimimit, ose janë drejtuar gjykatës për njohje
njohjen e evidensisë në punë për vërtetim fakti apo për vërtetësi pa vërtetësi shënimesh. Të gjitha këto raste do të pezullohen në rastin e rrugës alternative nga strukturat e sigurimit shoqërore dhe në rastin e kërkesës në gjykatë, strukturat e sigurimeve shoqërore do të depozitojnë në përtërheqjen e vazhdimit të gjyqit në gjykata të ndryshme, administrative apo civile, dhe në këtë rast hyn në fuqi ligjëri dhe evidencia në punës që qytetari ka pretenduar për ato periudha të cilat nuk janë njohur në momentin e caktimit të pensionit do të njihen sipas këtij ligji. Por në gjitha rastet e tjera, të cilat pensionet janë caktuar dhe qytetari nuk ka qenë i ankimuar në Komisionin Anal të Ankimimit apo në Komisionin Qendror të Ankimimit apo në gjykatë, ky ligj nuk ka vepri paravepruese, nuk do të njihen ato përsa nuk kanë patur pretendime. Përderisa nuk kanë patur pretendime, dhe ai do vazhdoj më pas, nëse do vazhdoj të pretendojë, të drejtohet përsëri në KRA, KQA apo në gjykatë. Domethënë e thekse edhe një herë, deri ditën që ka hyrë në fuqi ligji, duhet që qytetari të ketë ankimim në Komisionin Anal të Ankimimit, Komisionin Qendror të Ankimimit ose në gjykatë. Për të bërë një rishqyrtim të masës së pensionit. Nëse pensioni caktohet me ligjin e ri dhe më pas qytetari mendon se pensioni vet do ishte më i lartë nëse do të zbatojë legislacionin në fuqi, para miratimit të ligjit, ai ka të drejtë ta ndryshojë, ka të drejtë të bëjë kërkesë për rishqyrtim dhe strukturat e sigurimit shoqërore janë detyruar të rillogarisën të dyja, po them, masat e pensionit me ligjin e ekzistues apo me ligjin e ri. Dhe pas e zgjedh qytetari do marr, kuptohet, atë që ka pension më të favorizuar. Dhe po theksoj edhe diçka tjetër, ku është ajo që thamë që me hyrjen në fuqi të këtij ligji do ketë një rritje 50-90% të masës së pensionit, sepse ka patur kooperativa bujqësore, kryesisht në zonat malore, që ditët e planifikuara janë më të ulta se sa ditët e planifikuara në ndërmarrjet fushore. Por ligji sot parashikon pikërisht për shkak të mungesës së dokumentacionit, sepse çdo vit çdo ish kooperativë bujqësore ka patur ditë të planifikuara vitore. Dhe një qytetar, po them, po marrim ish kooperativën bujqësore të Lekasit, ish kooperativën bujqësore të Moglicës, e kanë patur të planifikuar si ditë pune 200, ditë pune në vit. Dhe normalisht ai qytetar ka punuar dhe ka pasqyruar dhe ka ditë pune më shumë se sa 200, po më pak se 280. Në rastin konkret të atyre viteve, i bie që qytetari të ketë më shumë se një vit punë, pavarësisht se nuk ka më pak se 280 ditë punë, sepse të planifikuara kanë qenë 200 ditë punë në kooperativën e Lekasit, për shkak të zonës. Por ligji aktual e penalizon, sepse për të njohur një vit i plotë, duhen për burra 280 ditë pune në ish kooperativë bujqësore dhe për gruan 230 ditë pune gjithmonë për ish kooperativë bujqësore. Dhe në rastet e zonave ose ish kooperativa malore, ditë planifikuara kanë qenë më pak se 280, kanë qenë më pak se 230, qytetari ka realizuar më shumë se sa ditë planifikuara, por penalizohet pikërisht për shkak të mungesës së dokumentacionit. Ne nuk kemi sot që çdo kooperativë bujqësore për çdo vit të ushtrimit të aktivitetit të ish kooperativë bujqësore të kemi ditë planifikuara për çdo vit deri në vitin 1991. Dhe për ish kooperativë bujqësore vërtet njihet nga mosha 18 vjeç ose sot nga mosha 14 vjeç dhe më pas, por kuptohet që këto njihen deri në 19 korrik të vitit 1991, ditën kur u prishën kooperativa bujqësore, dhe normalisht për punë ish kooperativa bujqësore nuk mund të njihen si pune gjithmonë për ish antarë të kooperativa bujqësore deri në tetor të vitit 1993. Që do të thotë, ndërmarrjet shtetërore do njihen deri në 1 tetor të vitit 1993, institucionet shtetërore deri në 1 tetor të vitit 1993, ndërmarrjet bujqësore deri në 17 tetor të vitit 1992 dhe ish kooperativa bujqësore deri në 17 korrik të vitit 1991.
Do t'i rikthem pak asaj çështjes ankimimeve që tham. Në dinin tuaj, sa mund të jenë në qarkun e Korçës ose në rang republike personat që do të përfitojnë pikërisht nga hyrja në fuqi e këtij ligji, që janë në proces ankimimi, që ende nuk e kanë përfituar masën e tyre të pensionit dhe që janë sorollatur, të themi, gjatë gjithë kohës për të gjetur dokumentacionin dhe për të përfituar masën e pensionit. U diskutua edhe në komisionet parlamentar dhe atje u dhanë edhe shifrat të dhëna këto nga pikërisht nga zëvendës Ministria e Ekonomisë, po dhe nga drejtori i përgjithshëm i Institutit të Shoqërore, që janë mbi 1.100.000 vite pune që qytetarët do përfitojnë nga ky ligj në gjithë Shqipërinë. Janë pensionistë apo qytetarë të cilës do përfitojnë në pension nga ky ligj që llogaritet në vitin e parë 4.000 pensionistë të cilës do përfitojnë pikërisht nga ky ligj, sepse deri sot ata nuk mund të përfitonin një mas pensioni, për shkak se ligji parashikon që kërkohen 15 vjet vjetësi në punë minimumi për të përfituar një pension pleqërie. Pikërisht për këtë shkak shumë pensionistë nuk e kanë përfituar të drejtën për pension, ose kanë qenë të detyruar të paguajnë në sigurim vullnetar apo sigurim psive punësuar në bujqësi, ndërsa me miratimin e këtij ligji mjafton që të deklarojnë që kanë qenë në punë, mjafton që kanë qenë me banim në fshat ose në qytet për rastin e ndërmarrjes shtetërore apo ish-shkëlqyer bujqësore, dhe që nuk kanë pas vojtur dënimin me qelërie në atë periudhë që ata do deklarojnë, dhe nëse sot ne nxjerrim po them datëlindjen 60 për burrat, dhe datëlindjen 63 dhe 64 për gruan, po të llogarisësh moshën 18 vjeç, që i bie buri 78 vjeç, në vitin 1978, datëlindja 1960, 18 vjeç, dhe deri në 33 e plotësojnë atë. Pavarësisht se nuk kanë punuar, të themi, 15 vite, por e përfitojnë vetëm nga ligji. Pikërisht ata se kanë punuar, sepse unë nuk mendoj që qytetarët në periudhën e sistemit të kaluar të kanë qëndruar pa punë. Të kanë qëndruar pa punë. Po pikërisht janë mungesa e dokumentacionit. Po e kanë humbur, të themi, të drejtën për të përfituar pension, sepse ka munguar dokumentacioni. Nuk e kanë plotësuar 15 vite punë, pavarësisht se kanë punuar me datëlindjet që ti citove, por e kanë humbur pikërisht për këtë shkak. Ligji tani duke bërë një llogaritje të plotë, janë mbi 4.000 veta që do përfitojnë pikërisht nga ky ligj. Janë sot datëlindja jo 60, po dhe 58 dhe 57 dhe ndoshta më herët, për shkak se nuk kam patur mundësi të vërtetojnë me dokumentacionin që ne administrojmë sot, që kanë 15 vjet vjetësie në punë, dhe nuk kam patur mundësi, ndoshta dhe financiare, për t'u drejtuar gjykatës, për të bërë të mundur njohjen e vjetësisë në punë. Sot edhe kjo datëlindje, në momentin që nuk është një caktuar një pension, pavarësisht nga data e lindjes së drejtës, mund të jetë edhe para apo pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, kanë të drejtë që ta riaplikojnë dhe të përfitojnë pikërisht ato vitet e punës të cilët nuk janë njohur më herët. Ky është një lajm shumë i mirë. Po e kalojm pak kam ndjekur një debat pikërisht për miratimin e këtij ligji dhe një specialist, nuk po përmend emrin këtu, e kundërshtonte këtë ligj, që është një ligj shumë favorizues për shumë qytetar, që do fitojnë një të drejtë që nuk e kanë fituar dot deri sot, dhe ai pretendonte që sipas këtij ligji do të penalizohen pikërisht pensionistët që kanë punuar në ish-kooperativa bujqësore, sepse bënte një llogari që baza e vlerësueshme me pagën referuese 1.619 lekë që përcakton VKM-ja 561, bën të mundur që në 15 vjet të ketë një masë përfitimi më të ulët se po them 9.710, që sot është pensioni bazë. Dhe normalisht ashtu del gati gjysma e 9.710-ës, po të bësh kalkulimet. Por ai specialisti duhet të ketë parasysh se legislacioni që është në fuqi nuk është fuqizohet. Dhe sot, nëse llogarisim një përfitim me punë në ish-kooperativa bujqësore,
gjithmonë për ata që kanë 15, po them deri në 20 vjet vjetësi punë në ish korporative bujqësore me ligjin aktual, po të bësh kalkulimet me mënyrën se si llogaritet një mas profitimi, masa e pensionit është më ulët se 9.780 sa është pensioni bazë. Është diku atje në 4.000 dhe në 5.000 lekë. Normalisht gati gjysma e pensionit bazë. Por ligji parashikon, ligji 7.703, që po e përsëris nuk është fuqizuar, është në fuqi dhe do të vazhdojë të jetë në fuqi, që pensioni, pavarësisht nga mënyra se masa e pensionit që del pas llogaritjes, ne kemi shpjeguar në shumë emisione mënyrën se si llogaritet masa e pensionit, nuk mund të jetë më ulët se 9.710. Dhe specialistit po i kujtoj që dhe më shumë qytetarët të jenë të qetës, sepse edhe ky ligj i ri që ka hyrë tashmë në fuqi, do të llogaritet masa e pensionit sipas ligjit 7.703, por ligji parashikon që pensioni në asnjë rast nuk do të jetë më i ulët se pensioni bazë ose pensioni 9.710 që përkon po them dhe me pensionin social aktual që nga 1 tetori vitit 2024. Mirë, i vlefshëm si informacion se mund ta kenë ndjekur debatin televiziv që keni ndjekur edhe ju, edhe mund të jenë demoralizuar ose të thonë që ç'na duhet ky ligj i ri kur nuk kemi përfitime. Po duke përmendur të gjitha përfitimet që sjell ky ligj i ri që ne i tham që në krye të emisionit, unë them që është bërë gjëja e duhur sepse ka patur pafund ankesa, pafund sorollate të qytetarëve, humbje të së drejtës për vjetësi pune, të masës së pensionit e shumë tjera që ata që e kanë provuar në lëkurën e tyre e dinë shumë mirë, edhe janë duke na dhënë të drejtë në këto momente. Nëse ndalemi tek kategoritë përfituese që ju linte drejta për të përfituar nga ky ligj i ri, çfarë mund të themi? E thash pak më herët, shkurtimisht që gjitha pensionet të cilat nuk janë caktuar. Dhe pavarësisht nga data e lindjes së drejtës, domethënë dhe pensionistët të cilët nuk kanë plotësuar moshën për pension pleqërie, burrat apo gratë, po them sot për burrat është 65 vjeç, mosha e pensionit, për gruan është 61 vjet e 10 muaj. E kemi shpjeguar që për gruan do rritet çdo vit 2 muaj, derisa të shkojnë në 67 vjeç dhe për burrat do fillojë të rritet më pas nga 1 muaj derisa të shkojë 67 vjeç. Pra të gjithë ata të cilët nuk kanë sot një pension, nuk janë caktuar për shkak se nuk kanë plotësuar moshën për pension pleqërie, do të përfitojnë nga ky ligj, por dhe të gjithë ata të cilët e kanë plotësuar moshën për pension, para hyrjes në fuqi të këtij ligji, por për shkak se nuk kanë patur 15 vjet vjetësie në punë, ato që shpjeguam për shkak të mungesës së dokumentacionit kanë të drejtë të riaplikojnë me hyrjen në fuqi të këtij ligji dhe të përfitojnë pikërisht nga ky ligj për të patur mundësi plotësimin e 15 vjet vjetësie në punë dhe po e them edhe diçka tjetër se mund të ndodhë që një qytetar nga mosha 18 vjeç deri në korrik të vitit 1991 nuk plotëson përsëri 15 vjet vjetësie në punë dhe ai nuk ka pas punë para moshës 18 vjeç, nuk ka kontribute pas korrikut të vitit 1991, nuk ka paguar kontribute qoftë vullnetar apo si të vetë punësuar në bujqësi pas 1 tetorit të vitit 1993 dhe nuk ka punuar më pas 1 janarit 94 deri sot, por nuk plotëson 15 vjet vetëm nga miratimi i këtij ligji, sepse po them nga mosha 18 deri në korrik të 91-shit nuk plotësojnë 15 vjet vjetësie në punë, do ndodhë sidomos në të ardhmen, se në të ardhmen del datëlindja më pas, 61-shi e me radhë për burrat, 64, 65 për gruan. Do hasemi në vitet e ardhshme. Ai ka të drejtë të paguajë kontribute si vetë punësuar bujqësi, ai ka të drejtë të mbuloj periudha punësimi me skemën e sigurimit vullnetar, pikërisht për të plotësuar kushtin minimal të caktimit të një pensioni në moshën në 15 vjet vjetësie në punë. Po do ta ketë më të thjeshtë në këtë rast, sepse ato vitet paktën do të jenë të njohura nga ligji i ri dhe do plotësoj pjesën tjetër. Moshën 15 vjeç. Dhe e përsëris edhe një herë që përveç këtyre 2 kategorive, domethënë pensionet të cilat nuk janë caktuar se nuk kanë plotësuar moshën për përfitim, apo kushtet për përfitim, se këtu po
po flasim vetëm për pensionet e pleqërisë, po ky ligj parashikon që dhe për pensionet e invaliditetit dhe për pensionet familjare të kenë të njëjtin efekt. Njëjtë vlerësim pune dhe për pensionin invaliditeti dhe për pension familjar. Por dhe për ata të cilët kam plotësuar kushtet për përfitim para hyrjes në fuqi të këtij ligji, por nuk kanë patur kushtet, normalisht kanë të drejtë të riaplikojnë. Dhe për ata po e përsëris për të qenë gjithmonë më të qartë për qytetarit, një sugjerim që kam marrë këto ditë nga shumë qytetarë që duhet të jemi pak më konkretë në shpjegimet që japim për të qenë ata më të qartë. Këtë e kam pasur dhe atje në zyrat e sigurisë shoqërore që kërkojnë informacione shtesë, gjithë ata të cilët ju është caktuar pensioni, por për njërin e vlerësisë në punë, për periudha të caktuara janë në proces ankimimi, në Komisionin Rajonal Ankimimi, Komisionin Qendror Ankimimi apo në gjykatë. Që përfitojnë nga ky ligj. Mirë, ne gjithmonë përpiqemi që ti themi gjëra të detajuara sepse jo të gjithë qytetarët mund na kuptojnë përmes ligjeve, amendamenteve, shifrave, por gjithmonë përpiqemi të bëjmë edhe praktike duke i bërë edhe shembuj konkret. Ka filluar zbatimi i këtij ligji duke qenë se jeni në kontakt vazhdueshëm me qytetarët si specialisti përfitimeve në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore. Çfarë po ndodh në këto momente? Kemi patur kërkesa në fakt edhe nëpërmjet portalit i Albania, po dhe në takimet të shumta që qytetarët përplasen apo vizitojnë, po them jo përplasen në strukturat e sigurimeve shoqërore që duke u njohur nga media, por edhe nga vetë strukturat e sigurimeve shoqërore që ligji ka hyrë në fuqi dhe është e vërtetë që ligji ka hyrë në fuqi, është miratuar dhe ka hyrë në fuqi dhe bën aplikimin nëpërmjet portalit të Albania ose shkojnë në zyrat e sigurisë shoqërore, në agjensisë lokale të sigurisë shoqërore dhe kërkojnë përfitim nga ky ligj. Pra e kanë marrë të themi një pjesë e mirë informacionin pas. Po a janë të mirë informuar qytetarët apo ky emisioni sotëm do t'ju vlej akoma më shumë? Unë po them që neni nën i këtij ligji parashikon. E thash më herët që Këshilli i Ministrave brenda 3 muajve pritet që brenda 3 muaj listën, pas hyrjes në fuqi të meratoj listën e ish ndërmarrjeve bujqësore. Është një detyrim ligjor që Këshilli i Ministrave me dijenin time do ta bëj këtë, po them detyrim ligjor. Po për momentin që nuk është bërë ky hap. Dhe Instituti i Sigurisë Shoqërore ka krijuar një ngërç, duhet të nxjerrë udhëzimin përkatës që i detyron ligji, pikërisht në nën të këtij ligji për të nxjerrë aktet nënligjore për zbatimin e këtij ligji. Kështu që sot, pavarësisht se ligji ka hyrë në fuqi, nuk është i zbatueshëm nga strukturat e sigurimeve shoqërore. Sepse nuk është i plot. Duhet, se nuk është i plot, përveç ligjit duhen dhe aktet nënligjore që parashikon ligji për të modalitetet se si do të formati që do bëhet deklarata, dokumentacioni që do paraqes qytetari që ligji e parashikon, që vetëm një deklaratë do bëjë qytetari absolutisht asnjë dokumentacion tjetër shtesë, nëse ai do që të lehtësoj po them procedurat e përpunimit të kërkesës për pension, të sjellë edhe një dokument vendbanimi që gjatë asaj periudhe ka qenë me banim në qytet ose me banim në fshat, apo një dëshmi penaliteti ku të vërtetojë që gjatë asaj periudhe nuk ka qenë i dënuar. Kjo është tjetër gjë, por pavarësisht nga kjo, nëse qytetari mjafton të bëjë një deklaratë, mjafton të aplikojë në portali i Albania për caktim pensioni, apo për rishqyrtim pensioni në momentin kur janë në KRA, KQ apo gjykatë, dhe strukturat e sigurisë shoqërore do e nxjerrin nëpërmjet sistemit të qarkullimit të dokumentacionit në elektronikë, do të nxjerrim pikërisht edhe pjesën e gjendjes civile vendbanimit të qytetarit nga mosha 18 vjeç deri në momentin që ai do kërkojë njëjën e vlerësisë në punë apo dhe dëshminë e penalitetit gjithmonë në sistemin e qarkullimit të dokumentave. Domethënë qytetari do ketë thjesht të bëjë një deklaratë dhe një aplikim, nuk do ketë sërollatje të tjera se pikërisht ky ligj atë synojnë që qytetari të mos ketë sërollatje, të mos po them shkoj zyrë më zyrë apo të aplikojë dhe të presë përgjigjet. Por për hir të së vërtetës sot nuk e bën dot qytetari, për shkak se duhet të dalin 2 akte ligjore që parashikon ligji brenda 3 muajve. E përsëris që me dijen time do dalin më herët se 3 muaj, por 3 muaj është afati përfundimtar
që duhet të dalë vendimi i Këshillit të Ministrave dhe udhëzimi i përkatës i Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Po besoj që edhe kjo periudhë do të vlej për informimin qytetar përmes bisedave televizive, ashtu siç jemi duke bërë ne sot këtu, duke dhënë informacionin e duhur për qytetarët, por edhe për punonjësit e drejtorive të sigurimeve shoqërore për të shkuar gjërat ashtu siç duhet. Kështu që nuk u mbasin asgjë qytetarët, edhe nëse presin edhe pa kohë, kur kanë pritur kaq shumë dyerve të gjykatave, edhe ankimimeve të shumta apo humbjes së të drejtës së përfitimit për masën e pensionit. Kështu që besoj do të vlej kjo periudhë për informime dhe për qartësim të gjërave. Kur të jenë gati edhe aktet ligjore, ne do të bëjmë atë detyrim tonin që të përsërit të jemi përsëri në studio që të shpjegojmë më me detaje pikërisht zbatimin e këtë ligji. Çfarë duhet të bëjë qytetari, si duhet që ai të aplikojë dhe çfarë dokumentacioni duhet të paraqesë që po e përsëris sipas ligjit vetëm një deklaratë. Po do t'i shohim hap pas hapi, prandaj jemi këtu. Prandaj dhe kemi titulluar çfarë duhet dini dhe hapat që duhet ndjekin qytetarët për të bërë gjithçka ju nevojitet në jetën e tyre për të përfituar nga shërbimet e administratës shtetërore, sepse ky është në fundit edhe qëllimi i emisionit. Nëse flasim për periudhat e punësimit të njohura me ligje të veçanta, a do të ketë pjesë të tij ky ligj i ri? E përsëris që ky ligj nuk fuqizon asnjë ligj apo akt ligjor që është sot në fuqi. Që thotë gjithë periudhat të cilët janë njohur me ligje të veçanta, apo unë s'po përmend më shërbimin e detyrueshëm ushtarak aktiv, sepse ajo është shumë e thjeshtë, mund ta bëjmë me deklaratë të qytetarit dhe nuk po thot fare që kam qenë në këtë kohë kam qenë në shërbim të detyrueshëm ushtarak aktiv. Kjo për shkak se edhe nëse e ndan qytetari moshën 18 vjeç e mbrapa, duke futur në mes po them shërbimin e detyrueshëm ushtarak aktiv, ligji parashikon që paga referuese e shërbimit e periudhës kryerjes së shërbimit të detyrueshëm ushtarak aktiv është sa puna para. Kështu që nuk ka efekt nëse njëhet ose jo shërbimi i detyrueshëm ushtarak aktiv. Njëhet, absolutisht që po. Por po përmend disa raste të tjera të cilat me ligje të veçanta njihen si periudha e vjetësie në punë. Njihet po them vjetësie në punë periudha për gratë e kryerjes së studimeve të larta deri në 6 vjet. Njihet si periudhë vjetësie në punë për ish ushtarakët periudha e përfitimit të pensionit të parakohshëm si ushtarak. Njihet gjithmonë për ish ushtarakët periudha e përfitimit të pagesës kalimtare apo trajtimit financiar. Njihet periudha vjetësia në punë për gjithë ata qytetarë të cilët deri në tetor të vitit 1993, po dhe më pas, dhe pas një tetorit të vitit 1993, kanë përfituar një pension invaliditeti të plot, invaliditet të grupi 2. Do me thënë, të gjitha ato, njën periudha ata të gjitha gratë të cilët kanë përfituar të ardha për balindje në periudhën para një tetorit të vitit 1993. Njën periudha vjetësie e punë gjithë punojësit të cilët kanë përfituar pafësi të përkohshme në periudhën sipas ligjeve pra të gjitha kategoritë edhe gjithçka siç ka funksionuar deri më sot. Një sër mund të rinja dhe të përmendja një sër periudha vjetësie në punë që njihen me ligje të veçanta. Njihet periudha po them e vuajtjes së dënimit politik. Njihet periudha e internimit gjithmonë politik. Janë mos i përmend gjitha, çdo vjetësi pune që është njohur me ligj të veçantë, që është në fuqi sot, nuk absolutisht që nuk shfuqizohet dhe nuk penalizohet qytetari me ligjin e ri. Përkundazi qytetari vetëm favorizohet. Qytetari ka të drejtë që për ato periudha të cilat ne sot nuk e vërtetojmë dot, që ka qenë i punësuar në ndërmarrje shtetërore apo në ish kooperative bujqësore, normalisht ky ligj jep të drejtë që me një deklaratë të njohur. Të gjitha periudhat e tjera absolutisht gjithë vjetësia në punë dhe ato që ka paguar pas vitit 94, qoftë duke qenë i punësuar, i vetë punësuar apo i vetë punësuar në bujqësi, gjitha periudhat që ka paguar kontribute si sigurim vullnetar me skema të veçanta do të njihen vjetësi pune dhe qytetari nuk penalizohet. E kuptoj. Dhe dua ta mbyllim këtu sepse ku ka më mirë se sa të themi është në favor të qytetarëve dhe këtë kemi thënë që në kryet e emisionit edhe deri në fund, sepse më në fund u miratua një ligj i tillë për të lehtësuar gjithë procedurat edhe gjithë sorollatet edhe peripecitë që kishin qytetarët për periudhat përpara
viteve 90 edhe gjithë vështirësitë apo humbjen e të drejtës së vitërsisë në punë, të përfitimit të pensionit, që janë diskutuar për vite me radhë gjatë viteve të demokracisë. Mirë, e mbyllim këtu emisionin çfarë duhet të dini për ditën e sotme. Ishim në studio së bashku me Riza Hashimin, specialisti i përfitimeve në drejtorinë rajonale të sigurimeve shoqërore Korç, dhe kemi folur gjatë në fakt për ligjin e ri për njohjen e vjetërsisë në punë për efekt pensioni, duke u ndalur hap pas hapi tek të gjitha ato detajet për të shpjeguar për gjithë ju që jeni duke na ndjekur se si do të funksionojë ky ligj i ri, cilët do të jenë ata që do të përfitojnë e çdo kategori tjetër që do të bëhet përfituese e këtij ligji. Sigurisht që do të jemi këtu për t'ju dhënë të tjera informacione sa herë të jetë nevojshme, e sigurisht që edhe të martën tjetër ne do të sillim një tjetër temë po kaq interesante apo jo Riza. Po patjetër, do të ngelemi përsëri në fushën e sigurimeve shoqërore, se kishim kohë që ishim larguar, edhe temat e tjera kanë qenë shumë interesante dhe në interes qytetarëve, siç ishte ajo e tatimit e divës, tatimit të ardhurat personale, të cilët ndryshimet që psoi ligji edhe sipas nevojave të qytetarëve, kështu shkojmë dhe ne. Edhe si ajo që kishte të bënte me sigurinë kibernetike. Kryefjala e ditëve të sotme. Normalisht ishte me interes, por megjithatë unë dua që të rikthehemi dhe fushës sigurimeve shoqërore, për shkak se edhe ndryshime ka pasur gjatë kësaj periudhe dhe qytetarët duhet të njihen, por edhe për shkak se sigurimeve shoqërore janë një fushë e gjerë dhe pikërisht trajtojnë gjithë qytetarët që nga dita që lindin, duke përfituar nënat po them të ardhurat për barlindje, dhe pastaj gjithë periudha kontribute për sigurinë shoqërore deri tek pensioni i pleqërisë. Përfitimet ndoshta nuk e kemi prekur në asnjë temë. Kam patur vërtet sugjerime nga qytetarë të ndryshëm, skemat e sigurimeve suplementare. Do t'i lëm për një temë tjetër. Nuk janë pjesë e skemës së sigurimeve shoqërore të detyrueshëm, por janë me shumë interes për qytetarët dhe skemat e sigurimit suplementar. Patjetër që po. Kështu që i ftojmë gjithë ata që janë duke na ndjekur të na shkruajnë në rrjetet sociale. Faleminderit që na ndiqni gjithmonë, që na sugjeroni, që drejtoni pyetje për emisionin çfarë duhet dini në Facebook, në Instagram apo në YouTube, mund të ndiqni edhe emisionet tona. Kjo ishte puntata e sotme për emisionin çfarë duhet dini. Bashkë takohemi të martën e ardhshme.